Transferimi i qetit pushtetit në 4 komunat veriore nuk i bindi të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për të hequr mosa ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë, ka disa lëvizje pozitive në këtë drejtim, sepse BE-ja ka vendosur që të heqë gradualisht këto mosa. Komisioni Evropian do të lëshojë 50% apo 216 milionë euro të ndihmës financiare për Kosovën në kuadër të procesit të heqjes së mosave ndëshkuese. Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha për TVN se deri te ky vendim kanë ardhur pas transferimit të qetit të pushtetit në veri. Kjo do të mundësojë nënshkrimin e kontratave për 4 projekte, që në total përfaqësojnë 34.6 milionë euro kontribut të BE-s dhe nisjen e zbatimit të tyre, përfundimin e programit të gjitha fondeve të mbetura, IPA 3, të dedikuara për Kosovën 181 milion euro me miratimin e planifikuar të vendimit të financimit nga Komisionin e Pranverë të vitit 2026, që do të lejonte nisjen e projekteve të para në gjysmën e dytë të vitit 2026. Zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bistimi i ka mirëpritur heqjen e mosave, ndërsa tha se ky proces duhet të vijojë me heqjen e plotë të tyre. Ndërkaq analisti politik Agon Maliqi shpjegon arsyet pse blloku nuk është bindur për të larguar mosa ndëshkuese. Nuk mund pritet që ata të marrin një vendim të tillë në periudhë fushatës zgjedhore. Do të ishte një farë forme ata të paktën shohin, po edhe është në realitet një ndërhyrje, do të ishte një fitore për qeverin aktuale në detyrë. Tutje, Maliqi tregon se janë disa shtete të mëdha brenda BE-s që janë skeptike për këtë çështje. Ka disa shtete që i prin këtij hezitimi dhe është shkruar për këto shtete, Franca, Italia, Hungaria. Besoj që pas zgjedhjeve mund të ketë një ndryshim të vogël të pozicionit, por edhe në atë rast besoj do të pritet edhe diçka përtej thjesht transferit të pushtetit, do të shikohet se cila do të jetë qasja konkrete me këto komuna nga niveli qendror, qasja qeverisë re, kështu që nuk është e sigurt shumë që masat mund të hiqen edhe pas zgjedhjeve. Kujtojmë që mosa ndëshkuese ndaj Kosovës u vendosën pas përthimit të tensioneve në veri në verën e vitit 2023. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, para largimit nga detyra, kishte kërkuar që këto mosa të hiqeshin ndaj Kosovës.